Të dashur demokrat, të nderuar qytetarë të Dibrës, kjo në fakt është përgjigja më e mirë që mund t'i jepet cili do në për studio dhe në për media që pyet, ore po nuk ka garë, gara është në për sheshe, është në për salla. Demokratët janë këmbë, Partia Demokratike nuk poshtet, nuk uzurpohet, edhe nuk ecën dot mbrapsht. Motra dhe vlezër, ju falenderoj nga zemra që jeni sonte këtu. Prej 5 muajsh, ne kemi qenë në çdo cep Shqipërisë, kemi takuar me mira demokrat, qytetarë të lirë, por pa diskutim, të vetëdijshëm për vështirësitë që do të përballeshim nga ky vendim i vështirë, por i drejtë për Partinë Demokratike, i drejtë për Shqipërinë. Sepse kjo është e vetmja rrugë se si Partia Demokratike mund të rikthehet fituese. Pavarësisht humbjeve, dështimeve, standardit mizerabël, se si është administruar në këto 13 vite, Partia Demokratike, ajo është ende e vetmja forcë që mund sjell ndryshimin në Shqipëri. Po për ta bërë këtë e kemi thënë gjatë gjithë kohës, ajo duhet të ndryshojë, duhet të hapet dhe të kthehet tek vlerat themeluese që e kanë bërë Partinë Demokratike forcën më të rëndësishme për shqiptarët. Që në nisje duhet të përgjigjem gjithë atyre që thonë, po a ke figura që të mbështesin? Mi votuar i Tiranës, mi votuar i Durrësit, mi votuar i Shkodrës, mi votuar i Elbasanit, mi votuar i Kukësit. Figura janë ata që përgjedhin demokratët, jo ata që përgjedh një leadership i cili për interesa personale ka uzurpuar Partinë Demokratike, e cila nuk duhet tjetë forcë pa të ardhme, por promotore lirisë, e cilësisë, e përgjegjësisë dhe e ndryshimit. Duhet tjetë garanti shtetit të së drejtës e një Shqipërie që duhet shkojë në Bashkimin Evropian dhe një alat i palëkundur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk mund të jetë Shqipëria dhe as Partia Demokratike një fregji ku gjuhen ambasadorët, siç ndodhi sot që Bashkimi Evropian reagoi më vete, që ambasadorët e Bashkimit Evropian reaguan më vete, sepse të nderuar miq dhe partner, qëndrimi nuk ishte i Partisë Demokratike, por ishte qëndrimi njeriu që ka uzurpuar dhe po e mban peng Partinë Demokratike. Nuk fitohet duke sharë dhe mallkuar cilin do. Media, demokratët, shqiptarët, ambasadorët, fitohet duke bashkuar, duke pasur partneritet. Dhe vetëm duke bërë këtë kapërcim cilësor, Partia Demokratike mund të hapet, mund të modernizohet e mbi të gjitha, mund të fitojë. Kjo nuk është vetëm pritshmëria e demokratëve, jo vetëm e shqiptarëve, por edhe partnerëve që kanë interes strategjik për Shqipërinë. Shqiptarët presin që Partia Demokratike të sjellë rotacionin, që ta mundet Edi Ramën në zgjedhjet më të afërta. Dhe ne duhet të frymëzojmë ndryshimin dhe të çojmë mbi 800.000 votues në kutitë e votimit. Po për të arritur këtë, Partia Demokratike duhet të rikthehet tek vetja. Partia Demokratike duhet të ndryshojë. Pikërisht për këtë arsye, kemi dalë në salla në çdo cep të Shqipërisë për të hapur një debat se si ta ndërtojmë një Parti Demokratike që mobilizon një masë të tillë njerëzish. Dhe mbështetja që kemi marrë nga demokratët, si edhe këtu në Dibër, ka qenë frymëzuese. Kemi parë lirinë e tyre, kemi parë dinjitet, kemi parë guxim, kemi parë përgjegjësi, kemi parë shpresë dhe guximi si thoni ju që Rama duhet ikë. Këto janë vlerat e jashtëzakonshme të demokratëve, që përfaqësojnë atë përsi morale nëpërmjet të cilës demokratët kanë ardhur të kaluarën në pushtet. Kjo ka qenë fuqia jonë për të ecur përpara dhe të njëjtën gjë e shohim sot edhe këtu në këtë sallë të tej mbushur të Dibrës që herën tjetër do ta bëjmë takimin në stadium. Ndaj më lejoni t'ju falenderoj të gjithëve të nderuar miq dhe t'ju përcjell mirënjohjen time më të thellë, ju
demokratëve dhe qytetarëve të Dibrës, të Durrësit që nisën takimin, të Elbasanit, të Gjirokastrës, të Shkodrës, të Lezhës, të Fierit, Peratit, Vlorës, Kukësit dhe Korçës. Tirana po pret, nuk e kemi lënë për në fund, por do të bëjmë takime të mëdha dhe po ju them gjithë atyre që i bëjnë zgjedhjet e degëve në Tiranë fshetasi dhe me nga 200 atar, ndërkohë që degët kanë popullsi sa Fieri, që ne do ta shkundim edhe Tiranën. Demokratët do të ndidhen edhe në Tiranë. Miq, kjo është një lëvizje që nuk ka ndodhur në 36 vite. Edhe viten përpara ka pasur përpjekje për modernizim partisë, duke propozuar ide, duke propozuar mocione, por asnjëherë nuk ka pasur një përballje ndaj një dyshe që kontrollon Shqipërinë, si përballja juaj, si përballja jon me regjimin. Ne nuk kemi parë kurrë në historinë 36 vjeçare të Partisë Demokratike që të sfidohet kryetarin detyrë dhe të ketë këtë mbështetje tek demokratët. Ne nuk kemi ofenduar askënd. Kemi dashur që në nisje të mos përçajmë, por në këmbim kemi marrë fyerje, shpifje, linçim, shantazh, tentativa për përjashtime. Por të nderuar miq, po e them edhe nga Dibra. Mua dhe mbështetësit e mi as nuk na trembin, as nuk na shantazhojnë, ne nuk zbrapsemi nga morali jon. Me ne ju ka ngec shara në gosht. Ka pas raste që jam detyruar t'i përgjigjem me të njëjtën monedhë dhe me të njëjtën monedhë do t'i përgjigjem në çdo rast. E vërteta është e thjeshtë dhe ndjen çdo demokrat. Kjo parti nuk mund të vazhdojë më kështu. Nuk mund të pretendojmë ndryshim për Shqipërinë kur nuk kemi guximin të ndryshojmë veten. Pikërisht për këtë i kemi rënë Shqipërisë kryqe tërfor. Për të folur për të ardhmen dhe për të thënë të vërtetën që e thot çdo drejtues, ashtu si çdo qytetar në përbisedat, në kafenet apo në shtëpitë e tyre. Partia Demokratike është në një moment kritik. Jo sepse shqiptarët nuk e duan ndryshimin, jo sepse opozita nuk ka mbështetje, por sepse drejtuesit e Partisë Demokratike nuk kanë qenë në lartësinë e duhur. Shqiptarët që duan ndryshimin janë në masë të madhe të pakënaqur me qeverinë. Thuajse 70% e qytetarëve shqiptar janë të pakënaqur me qeverinë dhe Edi Ramën dhe kërkojnë ndryshimin. Por shqiptarët, po në të njëjtat sondazhe, nuk e mbështesin lidershipin aktual të Partisë Demokratike, i cili është në kuotat e 20% të mbështetjes bashkë me aleatët e tjerë të Partisë Demokratike.